Zakonisht është interesant të moshat më të vjetra, po folim gjithmonë 5 e lartë, nuk i kushtojnë shumë rëndësi deformitetit të shputave. Zakonisht vinë vizita për probleme të tjera, të gjyve, të kërdhokullës, të krahut, ndërsa gjatë ekzaminimit të shehet që shputa është komplet e deformuar, po thot i kumbohen e vjet tash edhe nuk e kanë po më problem shputën, e tërheq ashtu zbarr. Po sidomos tek femrat, pasi shumica, po folim në kulturën tonë, 55, 60, ndoshta edhe më të vjetra, shpesh janë ambise edhe punojnë te shtëpia, edhe ai nuk i pengon shumë, për shkak se shumicën e kohës janë pak puth. Nuk i pengon shumë gjatë jetës edhe vazhdojnë jetën ashtu. Ndërsa të gjeneratat e reja është e kundërta, shpesh janë më të shqetësuar se sa që duhet për problemet e shputës. Sepse lexojnë ose ndoshta janë më të shqetësuar se sa që duhet problemet e shputës, sidomos të prindit të rinj për fëmijët. A ka statistika në nivel të Kosovës cila shtresi popullsisë vuan më shumë nga jo shputat po përgjithësi kategorizimi i moshës, nga mosha më shtyrë mbase cilat janë problemet e komunitetit, problemet me dëgjoj, problemet me thonë këto, si thonë në kësaj smundjes, reuma, po artroza e tjerë, vështërësia në lëvizje, në ecje, e kështu me radhë. Duke se është e përhapën kjo. Fatkeqësisht nuk kemi ndonjë statistikë në nivel të Kosovës, po folin bazë përvojës, shumica pacienta vinë në vizitë për shkak të problemeve me gjunjë. Me gjunjë, po. Gjunjët janë problemi ose shkaktori kryesor pse ata kërkojnë ndihmën ortopedit. Gjithmonë po folim tek moshat më të vjetra. Sakt. Për shkak se ato i pengojnë më shumë në lëvizje, në kryimin e aktiviteteve të përditshme. Për shembull, nxitja e shkallëve, zbritja e shkallëve janë probleme që shkaktojnë kur kemi probleme me gjunjë që shkaktojnë dhimbje. Ndërsa problemet me shputë edhe pse vinë gjithmonë tash janë pak më të rralla për shkak se shputa edhe pse jo që shputa nuk ka problem, po shputën e lanë ashtu të deformuar për shkak se nuk është që krijon shumë problematika gjatë kryimit të punëve të shtëpisë në ambientin e brendshëm të shtëpisë. Kjo gjenerata më e shtyrë ka probleme me gjunjë aty ekziston mbase edhe në vendet e rajonit edhe ku do në botë që mund të kenë gjenerata për cilat arsye mund të kenë probleme me gjunjë, si rezultati kujt mosh? Është mosha? Janë disa faktorë, domethënë artroza ose dëmtimi i kërcit të nyjeve, zakonisht i prek krejt nyjet. Po gjunjët janë më të ekspozuar për shkak se gjunjët e bardhin komplet peshën e trupit. Janë disa faktorë. Pra faktori mosha. Gjenia femërore është më atakune. Shkaktori gjenetik gjithmonë nuk duhet të lihet anash për shkak se është një prej faktorëve kryesor. Zakonisht kur dikush ka në familje probleme me gjunjë, mund të jetë i predispozuar për me pas probleme. Vërtet? Edhe ai i njëjti, po për shkak se gjenetika është faktori kryesor që gjithmonë po më luan rol shikohet, rol vendimtar në problematikat ortopedike ose problematikat e moshës. Mbi pesha është një prej faktorëve të tjerë, edhe faktori tjetër që është shumë i rëndësishëm, sidomos tek femrat, është mungesa e masës muskulare. Shumica e femrave nënat tona, po volim për gjeneratat më të vjetra, që aktivitetin e vetëm fizik që e kanë pas ka qenë të shtëpia, afër kuzhinës, kanë qëndruar në kamp pa forcë muskulare. Domethënë kanë bërë aktivitete fizike që forcojnë masën muskulare. Edhe këtë pesha ka rënë mëna gjunjëve. Llogaritet kur na qëndrojmë në kamp pa lëviz, 4 herë pesha jon ndodhet brenda një gjunit. Nëse kemi 100 kg, 400 kg janë brenda gjunit. Si edhe një herë? Nëse ne qëndrojmë në kamp pa lëviz, 4 herë pesha trupit ndodhet brenda një gjuni. Për shembull, nëse kemi 100 kg, 400 kg janë brenda gjunit. Për shkak në aspektin biofizik, ata që kanë bërë studimin kanë vërtetuar që 4 herë pesha jon takon një gjunit, 4 herë godet, po. Ndërsa nëse na lëvizim shkallëve është 8 herë pesha jon. Nëse kemi 100 kg dhe na lëvizim shkallëve, i kemi 800 kg brenda gjunit. Rëndohet me këtë peshkun. Tash llogaritë sa peshë bartim gjatë ditës brenda gjunjëve, dhe është e pamundshme mos dëmtimi i kërcit, e cila është një tërësive të